Procesi zgjedhor vendor i 6 shtetorit në Kosovë përfundoi me një ndarje të balancuar të forcave politike në nivel lokal. Nga 38 komuna në total, Vetëvendosje dhe LDK kanë siguruar nga 3 fitore për balotazh secila, ndërsa PDK ka fituar 2 komuna. Në 17 komuna, qytetarët do të kthehen në kutitë e votimit pas 2 javësh, pasi asnjë kandidat nuk arriti shumicën absolute në raundin e parë. Vetëvendosje priti në 12 kandidat në balotazh, e ndjekur nga LDK me 9, ndërsa PDK ruan praninë në disa prej garave më të forta. Megjithëse lëvizja Vetëvendosje e mban numrin më të lartë të kandidatëve që kalojnë në raundin e dytë, rezultati nuk është plotësisht në favor të saj. Të paktën në 6 komuna, kandidatët e LDK-s kryesojnë në një diferencë të ndjeshme votash. Raundi i parë prodhoi fitues të qartë vetëm në një nga 7 komunat e mëdha të vendit, atë të Ferizaj, që e fitoi PDK, ndërsa Prishtina, Prizreni, Gjakova, Mitrovica, Peja dhe Gjilani do të shkojnë në balotazh. Në kryeqytetet gara mbetet ndër më të ngushtat. Kryetari aktual përparim Rama i LDK-s udhëheq me rreth 700 vota më shumë te rivalit të tij Hajrullah Çeku nga Vetëvendosja. Ndërkohë në komunat me shumicë serbe vetëm Klokoti do të ketë raund të dytë, pasi në 9 komunat e tjera fitoria i ka shkuar listës serbe që ruan dominimin e saj tradicional. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve raportoi një pjesëmarrje prej 39.5%, rreth 4 pikë më pak se në zgjedhjet e kaluara lokale. Sipas analistëve politik, kjo rënje lidhet me mospërputhjen e pritshmërive të qytetarëve dhe ofertës politike, si dhe zhgënjimi nga gërçi i zgjatur institucional në kuvend. Balotazhi do të zhvillohet pas 2 javësh dhe pritet të përcaktojë në mënyrën përfundimtare hartën e re politike të Kosovës.